Ai ligj ka kaluar leximin e parë, është bërë dëgjimi publik, ka kaluar në gjitha komisionet, prandaj edhe një herë i bëjmë ftesë gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës që ta aprovojnë ligjin për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës sa më shpejt që është e mundur dhe në asnjë rrethon padrejtisht të mos vonohet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Prandaj, në bazë të këtyre konsultave, debatit dhe dialogut që kemi zhvilluar me komunitetin e biznesit dhe qytetarët në Prizren, në bazë të nevojave dhe interesit të komunitetit e biznesit në Prizren, që të kenë hapësirë dhe mundësi më të mirë të bërit biznes, joshjes dhe krijimit të kushteve më të mira për partnerët dhe investitorët e jashtëm dhe mundësisë më të mirë për krijimin e vendeve të reja të punës, pozitës jashtëzakonisht të mirë gjeografike në region dhe si qyteti më atraktiv për të jetuar në hapësira shqiptare, lidhja mirë me rrjetin rrugor veçmas me autostradën e kombit, e cila mundëson qasje të lehtë në portet e Durrësit dhe Shëngjinit, afërsia me Shqipërinë dhe Maqedoninë, afërsia me qendrën më atraktive në rajon të skijimit në Brezovic, tash edhe kur do të ndodhi investimi mbi 300 milionë euro dhe do të hapen mbi 4000 vende të reja të punës, interesi shtuar i bizneseve nga diaspora dhe bizneseve nga qytetet e vllazëruara me Prizrenin, si edhe burimet e shumta njerëzore që disponon Prizreni, propozojmë që të shpallim zonë të lirë ekonomike qytetin e Prizrenit.